Mëlçia është një nga organet më të rëndësishme dhe më të neglizhuara të trupit të njeriut. Ajo punon në heshtje, pa dhimbje, pa zhurmë, duke filtruar toksinat, duke rregulluar metabolizmin, duke prodhuar enzima jetike dhe duke ruajtur energjinë. Pikërisht sepse nuk jep shenja të forta në fillim, shumë njerëz e dëmtojnë mëlçin çdo ditë pa e kuptuar fare. Në këtë artikull do të zbulojmë 5 zakone të përditshme që shumica e njerëzve i konsiderojnë normale, por që në realitet po e shkatërrojnë mëlçin ngadalë. Në pjesën e parë do të përqendrohemi te 2 zakonet më të rrezikshme, shenjat paralajmëruese dhe pse janë kaq të dëmshme. Pse mëlçia është kaq e rëndësishme? Para se të hyjmë te zakonet e dëmshme, duhet të kuptojmë rolin jetik të mëlçisë. Filtron toksinat nga gjaku, përpunon yndyrnat, proteinat dhe karbohidratet, rregullon nivelin e sheqerit në gjak, prodhon biliare për tretjen, ruajt vitaminat dhe mineralet, ndihmon sistemin imunitar. Kur mëlçia dëmtohet, i gjithë trupi fillon të vuajë. Lodhje, shtim peshe, probleme me tretjen, lëkurë e verdh, dhimbje koke, fryrje, madje edhe depresion. Zakoni e re 1. Konsumimi i përditshëm i ushqimeve të përpunuara. Ky është një nga armiqt më të mëdhenj të mëlçisë moderne. Ushqimet e përpunuara përfshijnë fast food, suxhuk, sallam, proshut, ushqime të ngrira, patatina, biskota industriale, ushqime me konservant dhe ngjyra artificiale. Çfarë ndodh në mëlçi? Këto ushqime janë të pasura me yndyrna trans, sheqer të fshehur, krip të tepërt, kimikate dhe konservant. Mëlçia detyrohet të punojë 2 fish për t'i përpunuar. Me kalimin e kohës, yndyra grumbullohet në mëlçi. Shfaqet mëlçia e dhjamosur, fatty liver. Rritet rreziku për inflamacion dhe cirroz. Shenja që mëlçia po dëmtohet nga ushqimi. Fryrje barku pas ngrënjes. Ndjenjë rëndese. Lodhje pas ushqimit. Shtim peshe pa arsye. Probleme me tretjen. Shumë njerëz mendojnë se këto janë normale, por në fakt janë sinjale alarmi. Zakoni e re 2. Pirja e alkoolit me mas, miti më i madh. Shumë njerëz thonë, unë pi pak, vetëm ndonjë gotë. Por ja e vërteta, mëlçia nuk haron asnjë gotë. Edhe pirja e përditshme në sasi të vogla. 1-2 gota birë. 1 gotë verë çdo mbrëmje. Alkool vetëm në fundjavë. Me kalimin e kohës e lodh dhe dëmton mëlçin. Si e shkatëron alkooli mëlçin? Mëlçia është organi kryesor që përpunon alkoolin. Kur alkooli hyn në trup, krijohen toksina shumë të forta. Qelizat e mëlçisë dëmtohen. Fillon inflamacioni. Formohet indi dhjamor dhe mbres. Kjo çon gradualisht në mëlçi të dhjamosur, hepatit alkoolik, cirroz, dështim të mëlçisë. Shenja që alkooli po ju dëmton mëlçin. Lodhje kronike, dhimbje ose presion në anën e djathtë të barkut, fryrje, të përzjera, lëkurë e verdh në faza të avancuara. Problemi më i madh, dëmtimi ndodh në heshtje, pa dhimbje. Pse mëlçia nuk jep dhimbje në fillim? Ndryshe nga organet e tjera, mëlçia nuk ka shumë nerva dhimbjeje. Dëmtohet ngadalë, jep simptoma vetëm kur dëmi është i avancuar. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz zbulojnë problemet me mëlçin rastësisht gjatë analizave. Kush është më i rrezikuar? Persona mbi 40 vjeç. Ata që han shpesh ushqim të shpejtë. Ata që pinë alkool rregullisht. Persona me mbipesh. Persona me diabet ose kolesterol të lartë. Nëse i përkisni njërës prej këtyre kategorive, duhet të jeni 2 fish më të kujdesshëm. Çfarë mund të bëni që tani? Pa ilaçe. Ulni ushqimet e përpunuara. Rrisni konsumimin e perimeve. Pini më shumë ujë. Kufizoni alkoolin. Lëvizni çdo ditë. Këto hapa të vegjël mund të bëjnë diferencë të madhe për mëlçin tuaj. Tani do të vazhdojmë me zakone edhe më të përhapura që shumica e njerëzve i bëjnë çdo ditë, duke menduar se janë të padëmshme, por që në realitet po e shkatërrojnë mëlçin nga brenda. Këto zakone janë veçanërisht të rrezikshme sepse nuk japin dhimbje të menjëhershme, duken normale, janë pjesë e jetës moderne. Zakoni e re 3. Marrja e shpeshtë e ilaçeve pa kontroll. Ky është një nga shkaqet më të nënvlerësuara të dëmtimit të mëlçisë. Shumë njerëz marrin rregullisht qetësues dhimbjesh, paracetamol, ibuprofen, ilaçe kundër gripit, antibiotik pa recetë.
Suplemente natyrale. Çfarë ndodh në mëlçi? Mëlçia është përgjegjëse për përpunimin e ilaçeve, neutralizimin e toksinave, eliminimin e mbetjeve kimike. Kur ilaçet merren shpesh në doza të larta, pa këshill mjeku, mëlçia mbingarkohet dhe qelizat e saj fillojnë të dëmtohen. Paracetamoli, i cili konsiderohet i sigurt, është një nga shkaktarët kryesor të dëmtimeve të rënda të mëlçisë kur merret shpesh ose kombinohet me alkool. Shenja që ilaçet po dëmtojnë mëlçin. Lodhje e pazakont. Humbje oreksi. Dhimbje në mbrinjët e djathta. Urinë e errët. Problemi është se këto shenja shpesh ngatërohen me stres ose lodhje të përditshme. Suplementet natyrale, një rrezik i fshehur. Shumë njerëz mendojnë, është natyrale, nuk bën dëm, por e vërteta është se edhe suplementet përpunohen nga mëlçia. Suplementet më problematike për mëlçin janë ato për dobësim të shpejtë, produkte për detox, suplemente për bodybuilding, doza të larta vitaminash. Marrja e tyre pa kontroll mjekësor mund të shkaktojë inflamacion të mëlçisë, hepatit toksik, rritje të enzimave hepatike. Zakoni e 4. Konsumimi i tepërt i sheqerit dhe pijeve të ëmbla. Edhe nëse nuk pini alkool, sheqeri mund ta dëmtojë mëlçin po aq rënd. Sheqeri i tepërt gjendet në pije të gazuara, lëngje frutash industriale, ëmbëlsira, buke bardhë dhe produkte të rafinuara. Si e dëmton sheqeri mëlçin? Kur konsumoni shumë sheqer, glukoza e tepërt shndërrohet në yndyrë. Yndyra depozitohet në mëlçi. Shfaqet mëlçia e dhjamosur jo alkoolike. Kjo gjendje është shumë e përhapur, shpesh pa simptoma, e rrezikshme në afagjat. Nëse nuk trajtohet, mund të çojë në inflamacion, fibroz, cirroz. Shenja që sheqeri po e dëmton mëlçin. Fryrje barku, dëshire vazhdueshme për ëmbëlsira, lodhje pas ushqimit, shtim peshe në bark, mëlçia e dhjamosur, sëmundja e heshtur moderne. Sot, miliona njerëz kanë mëlçi të dhjamosur dhe nuk e din fare. Shkaktarët kryesor janë ushqimet e përpunuara, jeta sedentare, lajmi i keq, sëmundja përparon pa dhimbje. Lajmi i mirë, është e kthyeshme nëse kapet herët. Gabimi i madh, unë nuk pi alkool, jam i sigurt. Shumë njerëz mendojnë se vetëm alkooli dëmton mëlçin. Por sot, më shumë raste të mëlçisë së dhjamosur vijnë nga sheqeri, jo nga alkooli. Edhe fëmijët po preken. Kjo e bën këtë problem akoma më alarmant. Çfarë mund të bëni për ta mbrojtur mëlçin që tani, pa ilaçe, pa kura ekstreme? Ulni sheqerin e rafinuar. Lexoni etiketat e ushqimeve. Kufizoni pijet e ëmbla. Merrni ilaçe vetëm kur është e nevojshme. Konsultohuni para çdo suplementi. Këto ndryshime të vogla mund të shpëtojnë mëlçin tuaj. Shenjat e hershme që mëlçia po vuan, mos i injoroni. Lodhje kronike, fryrje, tretje e dobët, lëkurë e zbet, dhimbje koke të shpeshta, ndjesi rëndese në bark. Nëse keni disa nga këto shenja, trupi po ju paralajmëron. Në 2 pjesët e para pam se si ushqimet e përpunuara, alkooli me mas, ilaçet pa kontroll dhe sheqeri i tepërt po e dëmtojnë mëlçin në heshtje. Tani është koha të zbulojmë zakonin e 5, më të nënvlerësuarin nga të gjithë, por edhe më të rrezikshëm në afagjat, si dhe çfarë mund të bëni realisht për ta shpëtuar mëlçin tuaj. Zakoni e 5. Jeta sedentare dhe mungesa e lëvizjes. Shumë njerëz mendojnë, unë ha pak, nuk pi shumë, jam në rregull. Por harrojnë një gjë jetike. Trupi është krijuar për të lëvizur dhe mëlçia vuan jashtëzakonisht shumë nga mungesa e aktivitetit fizik. Çfarë ndodh kur nuk lëvizni? Kur qëndroni ulur shumicën e ditës, metabolizmi ngadalsohet, yndyra nuk digjet, sheqeri grumbullohet në gjak, insulina nuk funksionon si duhet. E gjithë kjo përfundon në një vend. Mëlçia. Ajo fillon të grumbulloj yndyrë, inflamohet, humb aftësinë për të pastruar. Ky është një nga shkaqet kryesore të mëlçisë së dhjamosur moderne. Edhe tek njerëzit që duken normal në peshë, shenja që mungesa e lëvizjes po ju dëmton mëlçin. Lodhje edhe pa bërë asgjë. Fryrje barku. Shtim peshe në bark. Tretje e ngadalt. Energji e ulët.
Dhimbje të lehta në anën e djathtë. Shumica injorojnë këto shenja derisa është vonë. Mëlçia nuk ka nevojë për palestër, ka nevojë për lëvizje. Lajmi i mirë është ky. Nuk keni nevojë për ushtrime ekstreme. Mjafton 30 minuta ecje në ditë. Ngjitje shkallësh. Lëvizje pas ushqimit. Shmangje e qëndrimit ulur për orë të gjata. Këto veprime aktivizojnë metabolizmin, ulin yndyrën në mëlçi, përmirësojnë qarkullimin, ndihmojnë detoksifikimin natyral. Shenjat alarmante që tregojnë dëmtim serioz të mëlçisë. Nëse përjetoni disa nga këto, mos e shtyni kontrollin mjekësor. Lëkurë ose sy të verdh, urinë shumë e errët, jashtëqitje e qelët, fryrje e fortë e barkut, dhimbje e vazhdueshme në mbrinjë, kruajtje e lëkurës pa shkak, humbje oreksi dhe peshë. Këto janë shenja që mëlçia është në vështirësi serioze. Ushqimet që ndërtojnë dhe mbrojnë mëlçinë. Mëlçia ka aftësi rigjeneruese të jashtëzakonshme, nëse i jepni kushtet e duhura. Ushqimet më të mira për mëlçinë: brokoli, lakra, spinaçi. Hudra aktivizon enzimat detoksifikuese. Limoni dhe agrumet. Vaji i ullirit. Peshku i yndyrshëm. Mollë. Arat. Çfarë duhet të kufizoni urgjentisht? Sheqerin e rafinuar. Fast food. Ushqimet e skuqura. Pijet e gazuara. A ka nevojë mëlçia për detoks? E vërteta. Mëlçia është vetë organi i detoksit. Nuk ka nevojë për çajra ekstrem, dieta shokuese, produkte të shtrenjta detoks. Ajo ka nevojë për ushqim të pastër, ujë, lëvizje, gjumin e mirë. Kaq, asgjë më shumë. Analizat që duhet të bëni për mëlçinë. Nëse doni të dini realisht gjendjen e mëlçisë, kërkoni LGPT, bilirubin, ekografi abdominale. Shumë njerëz zbulojnë probleme serioze rastësisht, sepse nuk kanë pasur simptoma të forta. Përmbledhje, 5 zakonet që po e shkatërrojnë mëlçinë. Ushqimet e përpunuara, alkooli me mas, ilaçet dhe suplementet pa kontroll, sheqeri i tepërt, jeta sedentare. Nëse i ndryshoni këto, mëlçia fillon të shërohet, energjia rritet, trupi lehtësohet, shëndeti përmirësohet. Mesazhi final: mëlçia nuk bërtet, nuk dhem, nuk ankohet, por kur dëmtohet rënd, pasojat janë serioze. Nëse lexove këtë artikull, ke bërë hapin e parë. Hapi i dytë është veprimi.